Ky duket vendi i mirë, hidhe Spirancën, Jason. Duket njësoj si vendi i mërzitshëm ku zhytëm edhe dje. Qenë ka shumë i bezdisur sot, Jason. Nëse do të na mbash qëndrim, mos u lodh fare që të vish me ne. Thjesht po shpresoja mos ta ndodh ndonjë gjë më interesante. Nëse do aventurë duhet ta kërkosh, shoku. Tani le të shkojmë të zhytemi. Po kjo si të duket, Jason? Në fillim një peshkaqen dhe tani një thesar piratësh. Po, sigurisht. Ndoshta është e mbushur vetëm me mbeturina. A mund ta hapësh ti, Daret? E hapa. Wow, shikoje këtë. Kjo është e papar. Ndoshta është një ditar piratësh. Qa thesari, vetëm letra. Wow, kjo është fantastike. Është më se 130 vjetë e vjetër. Dëgjojeni pak këtë? Eventet për të cilat po shkruaj e kam patur fillimin për mua në mars 1870, kur unë isha një vajzë 17 vjeçare. Babai im ishte kapiteni i Skotjas, një anije pasagjerësh që kalonte Atlantikun me destinacion New Yorkun. Jemi sipas planit, baba, si zakonisht. Ah, Bernadette, sa ke që një vajzë, do ishe për një kapiteni shkëlqyer. Vërtet, baba, nga që jam thjesht... Keni goditur diçka? Është dëmtuar bashi, anija po vendoset. Qetësoj pasagjerën sa të shkojë të shikojë ç'po ndodh. Ju lutem, qëndroni të qetë. Pse u shkunda mia? Çfarë po ndodh? Po çfarë janë këto gjëra? Qëndroni të qetë. E jemi të sigurt. Dhe mendje, në bash është hapur një vrim. E izoluam atë pjesë të anijës dhe e ndaluam rrjedhjen e ujit. Do të ngadalsoj pak, por asgjë më tepër. Baba, ti mendon se kjo u shkaktua nga përbindshi i detit? Ato histori nuk janë të vërteta. Ky ishte një aksident fatkeq, asgjë më tepër. Babai refuzoi të besonte raportimet për një përbindësh deti gjigant që ishte parë nga anijet të tjera, por unë nuk isha dhe aq e sigurt. Edhe si konkluzion, unë them se thellësitë e pafundta të oqeanit janë të panjohura për ne. Derisa të mbërrijë dita kur ne t'i eksplorojmë të sigurt ato, oqeani do të vazhdojë t'i mbajë misteret e tij gjithkohës. Ju faleminderit. Aha. Me sa po shoh që keni e mahnitur nga pikturat e këtij narvali. Unë po pyesja veten. Sa të mëdha mund të jenë këto krijesa? Një brirshi i detit, siç njihet ndryshe, është mesatarisht 18 metra i gjatë, e kupton? Oh, vetëm kaq pra? Jeni interesuar mbi jetën detare? Unë thjesht po shpresoja të zgjidhja një mister. Të lutem, më lejoni të shërbej. Unë jam doktor Pierre Aronnax, autori i mistereve të thellësive të oqeaneve. Oh, pra ju jeni doktor Aronnax? Po, unë jam, shpresoj të mos e keni me nxitim. Mua më duhet të pres asistentin tim, Konseilin, që të kthehet. Ka shkuar sërish te dokta anijeve. Mbesa e tij, Bernadette, duhet të mbrinte prej disa ditësh. Ai insiston që unë të takoj atë, kështu që besoj se është e rëndësishme. Por pas kësaj, nëse jeni e lirë për drek, atëherë ne... Bernadette! Për
Përshëndetje, Xhaxha Konsej. Oh, a? Me sa shoqën ke takuar me doktor Aronaksin. Berna, ti je... ndihem të mërësisht keq për këtë. A do të shkojmë për drek atëherë? Po ku është anija jote? Përse mbërrit e kaq vonë? Është mirë babai jot? Oh, po, babi tani është mirë. Ania është vendosur në një pjesë të thatë që të riparohet një vrim. Kishim një përplasje të fuqishme me përbindjen e famshëm të detit. Çfarë the? Kjo është evidencë origjinale e krijesës? Duhet ta shoh më një herë këtë. Një prerje e pastër përtej pllakës metalike. E pabesueshme kjo. Unë po mendoja se nëse narvali ka një brik kaq të fuqishëm, atëherë misteri mund të zgjidhet. Mund të jetë një naval gjigant shumë më i madh se ç'kemi parë deri më sot ne. Mund t'ju pyes mbi këtë, zotëri? Unë po bëj një artikull për Heraldin, një narval gjigant thot? Shiko, unë thjesht po hamendsoja që kjo Shkencëtari identifikon përbindjen e detit. karriera ime mori fund, u shkatërrua. Për këtë do të më qeshin të gjithë. Unë nuk do ta vrisja mendjen. Artikulli përmend një doktor Perry Iruax. Nëse doktori thot që ekzistojnë gjëra të tilla, atëherë me siguri ekzistojnë. Telegram për zotin Aronax. Faleminderit zotri. Miru pafshim. Është nga sekretaria e marinës. Jam i ftuar të shkoj në një ekspedit për të gjetur përbindjen e detit. Abraham Lincoln, një anije luftarake, niset herët në mëngjes. Konsejl, librat e mi, çantat e mia, duhet i bëj gati menjëherë. Ke qenë asistenti im për vite me radhë, por ky mund të jetë një udhtim shumë i rrezikshëm. Nuk je i detyruar të vish. Kudo që shkon ti, vi edhe unë. Po ashtu edhe unë. Edhe unë kam arsye të forta për ta ndjekur përbindjen e detit. Kjo është e pamundur. Të marrësh një femër në anije luftarake nuk mund të Më bëhet. vjen keq, Bernadette. Doja të kishim më shumë kohë në dispozicion. Do të mendoj për ty çdo ditë. Po, por mos harro të më shkruash. Miru pafshim e dashur. Do të vizitoj sapo të kthehemi. Dr. Aronnax, unë jam kapiten Faraguti. Mirë se erdhët në bord. Çfarë? Bernadette! Më në fund. Po thuaj se u asfiksova aty brenda. Por ti nuk mund të rrish këtu. E po, tani jam këtu. Konsejl! Konsejl! Po kalojmë afër grepit me rërë dhe farit. Eja shiko! Po, doktor, vetëm një moment. Më thuaj, është gjithçka në rregull këtu? Mirë, në rregull. Po. Ja, do të mbaroj dhe do të vija ti lart së shpejti. Ti nuk mund të më fshirësh për gjithmonë, Xhaxha. Për babai yt. I kam lënë babait një letër. Ai e di që me ty jam gjithmonë e sigurt. Po unë, çfarë duhet të bëj tani? Doktori s'do të më fali kurrë këtë gjë. Dëgjova zëra. Bernadette? Bernard, zotëri. Unë jam vëllai i binjak i Bernadettes. Me sa shoh nuk më ka përmendur. Konsejl, cili është qëllimi i gjithë kësaj? Shikoni, Ju lutem mos ja vini fajin Xhaxhait tim, zotëri. Unë erdha vet. Ky djalosh është përgjegjësia jote, Konsejl. Do të më duhet t'ja shpjegoj kapiten Faragutit. Faleminderit, zotëri. Unë nuk do t'ju shkaktoj asnjë problem. kam marrë fund. Udhëtimi zgjati shumë javë. Ne lëndruam për gjatë bregut të Amerikës Jugore duke u drejtuar për në pikën më jugore, në gjirin e Bririt. Pieri u bë shumë shpejt shok me Ned Landin, fushnjatarin e anijes. Eja tani, profesor. Mos më thuaj se beson se ka kafshë më të mëdha se balena. Ka shumë histori mbi kallamarët edhe gaforët gjigande. Ha!
Pa lidhje, këto histori janë prava. Po ti nga do ta dish? Ti je thjesht një fushnjatar. Ti jep ke gojës pak si shumë, ë? Më lësho me një herë tani jo kokë shkret, më lësho të Po thash. gërthet tamam si një miush, djalosh. Ule poshtë, të lutem djalë. Nëse Bernardi do të dojë të lundrojë në det, duhet të mësohet të përvallojë lojën e fortë që vjen me të. Duhet të forcosh muskujt nëse do që të ngresh një të tillë si kjo. Më pas, udhëtimi jon vazhdoi drejt paqësorit, ku përbind që ishte parë së fundmi pranë brigjeve të Japonisë. Ndërkohë që ditët kalonin një nga një, ne filluam të humnim të gjithë shpresat. Hej! Ajo gjëja atje po lundron nga të shtyera. Mund të jetë një balen. Me sy të shndritshëm, Zoti Land, je I sigurt? shumë I sigurt, zotri. Makinist, ndizni motorët, fuqi të plot për para. Ters, do të erësohet shumë shpejt dhe ajo gjë mund të na shmang kollaj. Shikoni, ajo po ndërron drejtim. Ne jemi me shpejtësi të plot dhe ajo gjë po bën rraf rrotullmesh. Ajo është duke luajtur me ne. Por unë do ta bëj që ta ndjej mirë fushën time. Përpindshi që nga I blinduar. Qëlloni me top! Është shumë afër. Nuk kemi kohë të mbushim armët. Ku shkoi Përbindshi? Po vjen për tek ne. Të kapa për këmbe. Bernadette, ti më gënjeve mua. Më duhet ta bëja, ndryshe ju do të më linit pas. Që të mos përfundoje me një nga të rest të tillë, ti vajzë më ndjelet. Mos më thuaj mua më ndjelet. Edhe ti je në ujë nëse nuk e ke vënë re akoma këtë gjë. Ania, ata po na lën pas. Timoni është dëmtuar, edhe ata nuk mund të kthehen mbrapsht për ne. Por mund të na dërgojnë një varg shpëtimi apo jo? Do ta bëjnë? Na ngelet vetëm të presim, edhe të shpresojmë. Pierre, unë nuk mundem më të notoj. Mos u dorëzo! Ndim! Ndim! Doktor! Këtej! Ku jeni? Jemi këtu! Kape dorën time! Conseil! Ned! Edhe ti këtu? Kur Ania u godit, Nedi dhe unë u rrëzuam në det dhe më pas gjetëm këtë ishull lundrues. Ti nuk qen ke Bernardi. Unë jam Bernadetta. Me se duket nuk do t'jem kur e aftë të qëlloj me fushnjën si ti. Këto duhet të ikin. Jo flokët e mia. Ky nuk është një ishull lundrues. Kjo është një anije metalike, e bërë nga dora e njerëzve. Mund të jetë pirate. Nuk duhet ta marrin vesh që ti je një femër. Kjo duhet I bërë. Oh, është kaq e lehtë, më pëlqen.
Nuk do arri kur t'i kuptoj femrat. Po mbytet, kemi marrë fund, kemi marrë fund. Hej! Ju brenda! Na lini të hymë! Prit, na dëgjoj të lutem. S'është gjë e mirë, jemi të kyçur brenda. Të paktën jemi gjallë. Nëse nuk vdesim më parë nga uria, jam aq shumë i uritur sa mund të haje një dash me gjithë brirë. Vetëm ti do të mund të mendoje për ushqim tani. Roba të thata. Rroba të thata. Atëherë, rrotullohuni dhe mbyllini syt. Dhe mos shikoni. O, po ky është mëndafsh deti. Është fije natyrale që molusit e prodhojnë për të ngjitur fort pas shkëmbinjve. Është e butë tamam si mëndafsh. Mahnitse. Më mirë ruaj energjit. U bën orë të tëra. Kur do t'i mbushet mendja kapitenit të kësaj anije të na shfaqet? Unë jam kapiteni i kësaj anije. Unë jam kapiteni Nemo. Nemo? Por në latinisht kjo fjalë do të thotë askush. Kaq mjafton të dini për mua. Unë i kam prerë lidhje me pjesën tjetër të botës. Kjo anije, Nautilusi, është shtëpia ime. Tani, ju kush jeni? Unë jam doktor Pierre Aronnax. Ky është asistenti im konsejl edhe shërbyesi ynë, Bernardi. Ned Landi ishte fushënjatari i anijes tonë. Unë e njoh punën tuaj, doktor Aronnax. Ju e doni detin pa aq sa edhe unë. Më vjen keq që takohemi si armiq. Po ne nuk jemi armiq tuaj, zotri. A nuk isha unë ai që unë do që do u qëllua me top? A nuk ishe ti ai që qëlloj anijen time me fushnje Zotiland? Po, unë e bëra. Dhe ishte një goditje shumë e mirë. Por zotri, në fakt ne menduam se ishte një përbindësh deti. E mohon faktin që kapiteni juaj do të më kishte ndjekur me më pak vrull, nëse do të dinte që kjo është një nëndece që bota nuk e ka parë më përpara. Zotri, kjo nuk është e vërtet. Ai do të kishte konsideruar si një rrezik të Unë madh. debatova me veten time përpara se të vijat ju shija. Unë nuk dua të tjerë njerëz përveç stafit tim. Ata janë totalisht të devotshëm ndaj meje. Në qovë se kapiteni mirë do të na lejoj të ikim, gjithë shka do të shkoj mirë. Atë nuk do ta bëj kurrë, po ju jap 2 rrugdalje. Ktheuni në det atje ku ju mora, ose nga kjo ditë e tutje qëndroni në Nautilus. Po kjo zgjidhje është midis jetës edhe vdekjes. Kjo është mizore. Unë nuk i jap llogari askujt. Bëni zgjedhjen tuaj. Ne e zgjedhim jetën, sigurisht. Ned Land është një njeri që nuk mund të mbahet i burgosur. Unë nuk mund ta jap fjalën time që nuk do arratisem. Nuk e kërkoj as unë. Nuk ke nga të ikësh. Kështu që mund të shkosh ku të duash brenda Nautilusit. Nëse keni kënaqësinë, ju kam përgatitur drekën. Ushqim! Kështu po, hapeni rrugën. Çfarë simbolizon në uniformën tuaj? Nemo apo Nautilus? Të dyja. Nautilus është si mishi dhe gjaku im. Ju lutem hani. Shpresoj që ushqimit ju përshtatet. Me sa duket atij i pëlqen. Është e shijshme, kapiten. Po çfarë është? Mish breshke me leshterik. Çdo gjë që unë përdor, vesh apo ha, vjen nga deti. Jam betuar që asnjëherë nuk do të përdor më asnjë gjë nga toka. Vete keni ndërtuar këtë anije të mrekullueshme? Po, unë jam trajnuar si inxhinier. E kam ndërtuar në sekret të plot. Por zotri, pse urreni botën sipër ju? Në sipërfaqe njerëzit i shtypin të varfrit dhe të pashpresët. Ata vjedhin dhe skllavërojnë dhe bëjnë luftra si dhe kryejnë krime mizore. Dhe çfarë mund të dish ti për skllavërin? 10 metra në ujë shtypja zhduket. Asnjë pronar nuk ka këtu. Këtu unë jam i lirë. Nëse mbarua së ngrëni, do t'ju tregoj ambientet e Nautilusit.
Nemo na çoi në pjesën e prapme të Nautilusit, aty ku motorët prodhonin energji të krijuar drejt për drejt nga deti. Çdo gjë në Nautilus ishte elektrike: drita, ngrohja, kompresorët e ajrit, madje edhe kuzhina e nxirrte ujë në ëmbël nga uji i detit. Ania kontrollohej nga një dhomë komandimi qendrore. Më pas, ai na çoi nga dhoma e ngrënies në pjesën e përparme të Nautilusit. Libraria përmbante mijëra libra literature dhe shkence. Më pas, të gjithë ne hym në një sallon të madh të mbushur me specie të rralla nga çdo cepi i oqeanit. Kjo është vendodhja jon? Po, unë shënoj pozicionin ton për ditë. Do të jesh në gjendje të ndjekësh udhëtimin nga sa afër të dëshirosh. Po këto tregojnë thellësinë dhe shpejtësinë? Gjithashtu edhe temperaturat, presionin dhe shumë gjëra të tjera të rëndësishme. Tashmë e pat shtëpinë tuaj të re nga brenda. Tani mund të shikoni botën që ju pret. Unë tani duhet të shkëputem. Doktor Aronnax, ju dhe shërbyesi juaj mund të keni kabinën ngjitur me këtë dhomë, përbri kabinës time. Mos tha gjë ai ju dhe shërbyesi juaj? Hyr. Mos u shqetëso, ka një krevat të vogël për një shërbyes këtu. Nema mund të mendoj se unë jam një shërbyes, por nëse ti e mendon qoftë edhe për një minutë. Jo, më konsideroni mua shërbëtorin tuaj. Unë do të flek këtu. Au! Oh! E rehatshme apo jo? Po, shumë. Duhet të gjejmë një mënyrë dhe të aratisemi. Po, e di që duhet, por jo kaq herët. Një shans i tillë nuk mund të na vi përsëri. Ndërkohë ne duhet të jemi të kujdesshëm që të ruajmë sekretin e Bernadetës. Nuk e dim si do të ndjejë kapiteni Nemo për prezencën e një femre në anijen e tij. Le të shohim. Leximi i fundit nga harta e Nemos tregonte 32 grade 40 minuta gjerësi dhe gjatësi 167 grade 50 minuta. Këto koordinata na vendosin këtu. Më impresionove që nke shumë e mirë në lexim hartash. Çfarë është ajo shenjë vogël aty? Këtu thot Ishulli Crespo. Ai është destinacioni ynë. Doktor, ju ftoj juve dhe miqtë tuaj që të vizitoni pyjet e Ishullit Crespo. Ejani me mua. Pra her pas here del dhe ti në tokë të thatë, apo jo? Çfarë janë këto? Pyjet që do të vizitojmë janë 9-8. Kam krijuar këto uniforma për të lejuar njerëzit që të ecin në dyshemen e oqeanit. Nuk mund të jesh serioz. Janë të përforcuara kundrejt presionit të thellësive të oqeanit. Rezervuari mbushet me ajër të ngjeshur që kalon në helmet. Ned, si mund të rezistosh mundësisë për të ecur në ujë? Bëni si të doni, doktor, por unë nuk do t'i vesh këto pajisjet e çmendura. Dhe as ti nuk duhet ta bësh. Dhe të humbasim këtë rast në asnjë mënyrë. Këta tuba përdorin ajër të kompresuar për të hedhur një shigjet, e cila përcjell një goditje të fuqishme elektrike kudo që të godas. Përdoreni vetëm për rast nevoje të madhe. Ishte njësoj si kur ishe pjesë e oqeanit. Dhe për herë të parë, ne pam madhështinë e plotë të Nautilusit.
Kur ajo gjëja ishte mi mua, unë mendova se do isha dreka e ti për sot. Kurse tani, ai është dreka e ime. U përpoqja të numëroja se sa njerëz ka Nemo, por nuk jam i sigurt. Sa mendoni se janë, doktor? Janë të paktën një dyzinë ose më tepër. Ned, mos më thuaj që mendon të marrësh kontrollin e anijes. Pse jo? Ke ndonjë plan tjetër? Të lutem, Ned, përpiqu të jesh i duruar. Unë nuk jam një njeri i duruar. Mund të jetë në rregull për doktorin. Ai është njeri i shkencash. Librat dhe studimet janë si mishi dhe buka për të. Por unë nuk duroj dot të jem në kafaz. Unë jam një njeri i lirë tani dhe preferoj të qëndroj tillë. Po ti ç'mendon, Conseil? Unë shkoj ku shkon sheti. Doja të thoja doktor Aronaksi. Po ti? Të përshtatet ky stil jete ty? Nuk e di. Është fantastike dhe mahnitse, por unë nuk e di, jo, u më lë rehat, Ned. Bernard, apo jo? Më thuaj, çfarë problemi ke? Kapiten, ka diçka që unë duhet t'ju pyes. Isha në një anije pasagjerësh në Atlantik pa kohë më parë dhe ajo ishte një anije me avull, me rrota anësore dhe diçka e shpoj. Unë mendova mos ishte një përbindësh deti, por mos vallë ishit ju? Po, ishte një aksident i pastër. Përpara se të largohesh u sigurova që dëmi nuk ishte i madh. Atëherë nuk po përpiqeshi të na fundosnit. Unë nuk kam nga të rresa me vendin tuaj apo me anijet e saj. Unë nuk dëmtoj asnjë të pafajshëm. Unë e ruaj zemërimin tim për ata që e meritojnë. Unë e besoja Nemon, por një javë më pas pash një anë tjetër të tijen. Pa shiko atje, një anije. Zhytuni me njerë! Ai u zemërua kur e pa ata anije. Do të doja të dija cilat janë qëllimet e tij. Jemi pothuajse nën sipërfaqe, por po udhtojmë shumë shpejt. Tani po zhytemi shumë shpejt, mos u sulmuam vallë. Anija që sa po pam, ajo u shkatrua totalisht. Nemo nuk mund të thotë që ky ishte një aksident. Ai është një gjeni, por edhe një gjeni, këç kuptohet lehtë. Gjeni apo jo, ai është verbuar nga hakmarrja. Ne jemi nën mëshirën e tij. Nautilusi lëvizte shumë shpejt në zonat e njohura si Papua Guinea e Re. Peshk! Javë të tëra dhe veç peshk. Unë dua një biftek me lëng mishi, patate furre dhe biskota. Hajde, do të të jap unë diçka për të ngrënë. Një paralajmërim përpara se të dalësh, qëndro afër bregut. Aty afër ka vendas armiqësor. Ngjitu nga këto dalje. Më pas do të hysh në një varg të mbyllur. Shtrëngoje mirë portën pas teje kur ta mbyllësh. Më pas lëshoj shulet që e mbajnë barkën e Nautilusit. Tok!
Arra kokosi! Të marri me vete sa më shumë që ti jetë e mundur. Kjo lule vjen era parajs. Vërtet, po, vërtet parajs. Kjo është tokë kanibalesh. Për unë jam aq i uritur për mish, sa që mund të bashkohem me ta. Ned, mos do të zgjohem ndonjë mëngjes dhe do ta gjej veten gjysmë të ngrënë. Ha! Kemi shumë të fortë dhe je shumë dhjamor, Conseil. Jo, unë do ta kënaq veten time me këtë. Vraponi për te varka! Vraponi! Vraponi! Jepi lobatave Ned! Më shpejt! S'do t'ja dalim do të mban. Dhe për të dësatën herë, kapiteni Nemo na ndihmoi për të shpëtuar. Nautilusi udhëtoi në Oqeanin Indian dhe më pas në gjirin e Bengalit, përtej bregut të Indis. Nga India shkuam në ishullin e Sri Lankës. Ky është libri që kam shkruar unë. Është vërtet libri im ky? Nuk ka pjesë të oqeanit që të kem lënë pa studiuar. Nuk ka det që nuk e kam eksploruar. Mirë, po unë do doja të dija se si i ke paguar të gjitha këto. Bizhuteri! Pabesueshme. Ardhe argjend! Qindra njët e sarësh jam mbytur gjatë shekujve. Asnjë nuk është e paprekshme për mua. Dhe ka dhe thesare të tjera që duhet të merren. Më lejoni t'ju tregoj një që është për te çdo çmimi. Nëse keni mirësinë, sigurisht. Atëherë duhet të ecim edhe një herë në fund të detit. Dhe këtë radhë po vi dhe unë me ju.
Kjo do të më kushtonte më shumë se sa dollari që shpenzova për varsen me perla për të dashurën time. Ju pretendoni se e keni shkëputur veten tuaj nga njerëzimi, kapiten Nemo, por sërish ju treguat mirësjellje të madhe për shqyrtësin vendas. Ai është viktime një qeverisje tirane. Ai I gjorë është një vëlla në vuajtjen time. Edhe juve ju detyrohem një falënderim në Atlant që më shpëtuat jetën. As mos e zër në gojë, kapiten. Ne udhëtuam gjatë detit arabik. Dhe na habiti shumë fakti që më pas filluam të udhëtonim për gjatë detit të kuq. Tashmë kapiten Faraguti duhet të jetë kthyer dhe të ketë raportuar që ne të katërt jemi të humbur në det. Babai im I Gjor do të ketë menduar se unë jam mbytur. Më lëndon shumë fakti që nuk e lajmërova dot se jam gjallë. Po përse na futi në detin e kuq? Nuk ka rrugë dalje përveç se të kthehemi nga e njëjta rrugë që erdhëm. Ne po shkojmë kudo që na shpihen tekat e kapitenit. E imagjinoni do, doktor, që ne jemi të burgosur në këtë anije për 3 muaj me radhë. Vërtet kaq kohë ka kaluar? Është e habitshme që s'mund të mërzitesh këtu. Nuk bëhem pishmën për çfarë kemi parë. Por sa gjatë duhet të vazhdoj kjo? Ndoshta ne di ka të drejtë. Duhet të mendojmë edhe për të ardhmen, apo jo? Po duhet të presim për kushtet e duhura për këtë. Nuk mjafton. Duhet të përballemi me Nemon dhe t'i kërkojmë të na lërë të lirë. Qetësoje veten, Ned. Nemo nuk është një burr që mund ta friksosh lehtë. Lëre Pierin të flas me të. Nga të gjithë ne dim që Nemo respekton Pierin më shumë. A do ta pyesësh të paktën? Të lutem. Thuaj që do t'i premtojmë se nuk do t'ia themi asnjëriu sekretin e tij. Në rregull, do të shoh se çfarë mund të bëj. Shpresoj të mos jem duke ju ndërprer. Keni ardhur tamam në kohë. Jemi duke hyrë në detin me zde. Zotri, po është e pamundur ta kalosh ngushticën e Suezit që këtu. Vetëm nëse Nautilusi ecën mbi tokë apo jo? Jo mbi, por nën, doktor Aronnax. Nën? Kam studiuar rrjedhën e jetës midis detit të kuq dhe atij me zde për vite me radhë dhe arrita të gjej këtë. Ky tunel do të na çojë atje. Mirë, keni kaluar më parë te ky tunel? Kur? Mbahu fort, edhe me motorat në fuqi të plotë rrymat do të jetë tepër e fort për të ndaluar anijen në momentin që do të hyrë. Morëm fund! Çfarë ndodhi kështu, Pierre? Pse po tronditej Nautilusi aq fort? Kapiten Nemo na kaloi nëpërmjet një tuneli. Mos e beso po dëshë, por jemi në detin me zde. E beson dot këtë? Shkëlqyeshëm. Është një nga detet më me shumë lëvizje. Do kemi më shumë shanse për t'u arratisur. Çfarë tha Nemo në lidhje me ne? Më vjen keq, Ned, por nuk ishte momenti i përshtatshëm për ta pyetur. Për ju nuk do të jetë kurrë momenti i përshtatshëm, doktor. Ti duhet të na premtosh. Kur unë të them që është koha për të ikur, do të ikim. Unë nuk do të largohem pa ty. Edhe unë ju jap fjalën. Por Nemo nuk na e dha shansin për t'u arratisur në mesde. Ai qëndroi shumë thellë, larg bregut dhe sipërfaqes së detit. Kaluam përmes ngushticave të Gibraltarit dhe hym në Oqeanin Atlantik, të cilin e kisha kaluar kaq shumë herë me babain tim. Nuk do të kemi kurrë rast më të mirë. Jemi afër brigjeve europiane. Do të shkojmë sot në darke. Në mesnat, do të takohemi te salla që shpihet e kapaku. Do të përdorim barkën për t'u arratisur. Pierre? Ju dhash fjalën, do të jem aty. Nuk e pam kapitenin Nemo as gjekundi. Mos dyshonte vallë? Nuk kishim nga ta dinim. Çfarë ishte ajo tronditje? Ai po e ndalon në ndecën dhe po e ul në fund të oqeanit. Duhet të lajmërojmë Nedin dhe konselin. Kapiten, ne ishim atje te... Ndjem tronditje dhe nuk po e kuptonim çfarë po ndodhte. Unë kam ndryshuar drejtim dhe e kemi lënë Evropën pas. Ne jemi rreth 500 milje larg bregut. Edhe përse po na e thua këtë?
sepse kam diçka për t'ju treguar. Diçka për te ëndrave tuaja më të bukura. Ejani me mua. Nuk kishim çfarë të bënim tjetër. Duhet të shkonim pas. Çdo shpresë për aratisje ishte shuar, por unë po bëhesha shumë kurioze. Çfarë mund të na tregonte Vallë Nemo këtu? Ku mund të jenë Vall? Ata duhet jenë me kapiten Nemon. Por sa për arratisjen, miku im, aktualisht është e pamundur. Jemi 300 metra në oqean. Sa ters! Përpara nesh, po shpaloseshin rënojat e një civilizimi të lashtë. Nuk po arrija do ta besoja që ishte e vërtet. Ai shkruajti diçka me shkumës mbi rënoja. E pasha të fjalë me një mahnitje të pabesueshme. Atlantis, vendi që ishte zhytur në ndet shekuj më parë. Dhe katastrofa që e zhyti Atlantisin në ujë nuk ishte mbaruar ende me të. Nautilusi udhtoi me ritëm të shpejt përmes Atlantikut, duke vazhduar për më në jug. Ditë pas dite akulli bëhej edhe më i trash. Nautilusi e zgjodhi rrugën e tij përmes një deti të rrezikshëm icebergësh. Po tani ku dreqi por a shpije ky i çmendur. Ai po shkon nga zjarri në akull. Besoj se po drejtohet për në polin e jugut. Nuk më pëlqen tingulli i asaj kolle. Nuk është gjë, më është acaruar pak fyti. As edhe kjo zhurmë nuk po më pëlqen. Le të shohim çfarë po ndodh. Çfarë dreqin ka në mend Nemo? Ai nuk mund të shkojë këtej. Ai do të ndaloj kur të jeti detyruar. Unë nuk jam dhe aq e sigurt, Xhaxha. Ka një teori, Ned, që ka tokë në polin e jugut. Një kontinent i tërë i panjohur krejt. Ai do të zhytet! Shpejt, futuni brenda! Nautilusi i kishte mbushur rezervuarët me ajër përpara se të zhytej, por nuk kishte çarje në akull, ndërkohë që Nemo na çonte edhe më tepër në drejtim të jugut. Busulla nuk po funksiononte dhe ajri gjithashtu po paksohej. Kapiten, kur do ta braktisësh këtë udhtim prej të marri? Kur të kem vënë këmbë, atje ku asnjë nuk e ka bërë më parë. Atje, në polin e jugut.
Qofse ai vazhdon kështu, ne do të ngecim. Duhet të shoh se ku jemi. Ja ku shtrihet, si që premtova, poli I jugut. Shiko ata, janë të guximshëm dhe të lirë si asgjë tjetër. Ato nuk kam parë kur njerëz, kështu që nuk na e kanë frikë. Kapiten, mendoj se do kthehem të marr fushnjën time. Ky do të jetë një vend I mirë për gjuhati. Ti nuk do ta bësh një gjë të tillë. Ania është e furnizuar mirë, nuk kemi nevojë për mishin e tyre. Por ne mund të ham biftek foke. Mund të na shijojë si mishi I viçit. Unë nuk mund t'i harroj vrasjet e kohëve të shkuara. Nëse të gjithë njerëzit do të bëjnë si ty, krijesa të tilla të pafajshme do të zhduken shumë shpejt. Lëre fare. Ned, Më mirë lëre të shkoj. Ai do jetë me humor të keq për disa orë. Por unë mund t'i ofroj një omlet pinguini për t'i zbutur temperamentin. Nuk mund të imagjinoj që kapiten Nemo të na pengojë të mbledhim disa veza, po jo? Lëviz që këtu. S'është e nevojshme që të zësh gjithë vendin. Oh! I sheh këto likene? Këto mund të jenë speciet mela. Au! Ah! më vjen kaq shumë keq, doktor Iruax. Mos e ndërpreva gjë leksionin tuaj? Leksioni im mbaroi. Ah! Më falni, ju lutem. Përshëndetje, më falni për ndërprerjen. Të kapa! Ah! Ku shkoj Nemo? Është I zënë duke u marrë me polin e jugut. Nuk duket gjë e mirë. Duhet të kthehemi në ngrohtësinë e Nautilusit menjëherë. Në rregull. Fitoni jo. Duhet të largojmë Bernadette nga të ftohtit. Ku është Nemo? Atje, në majta asaj kodrës. Ja dhe arroganca e një njeriu që pretendon se ka një kontinent të tërë për vete. Ai ka dhënë vetes fuqi nën oqean. Kush mund ta kundërshtojë atë? Deti është më I fortë se çdo njeri. Për 3 ditë udhëtuam në një shtresakull I disa qindra metra të trash, rrugës për të kthyer drejt veriut. Po prisni me padurim për drejtimin ton të ri. A do të ktheheshim sërish në hapësirat e pafunda të oqeanit paqësor?
Por në fakt, Nemo u kthye nga rruga që ne erdhëm, nëpërmjet Atlantikut dhe më në fund në zonën e Bahamas. Sa herë që kollitesha, Pieri ose Nedi ose dhe xhaxhai im vinin të gjithë drejt meje, por unë nuk mund t'i lejoja të kuptoni se sa e sëmur ndihesha në të vërtetë. Ne kemi ecur shumë në këtë udhtim të çmendur. Sa larg kemi vajtur vallë? Unë kam mbajtur çdo gjë shënim. Deri tani ne kemi udhëtuar 17.000 lega në ndet dhe pothuajse janë 51.000 milje. Nëse i afrohet këtyre ishujve, le ta provojmë fatin ton. Më lër t'i hedh një sy. Doktor, a është koka e një kalamari plot me tentakula të cilat janë të mbuluara me venduza thithëse? Çfarë? A, po, konsejl ashtu është. Me një gojë si sqepi i një papagalli? Po, konsejl, po. Dhe ky na peshoka rreth 25 ton? Po, konsejl. Çfarë? Është një krijesë legjendare, një kalamar gjigant. Ai ekzistoka me të vërtet. Ti do të thuash, ata ekzistojnë. Çfarë ndodhi tani? Ndaluam se ecuri. Nxitoni! Shpejt! Si që shikoni jemi sulmuar nga një prej përbindshave. Njëri prej tyre ka bllokuar elikën. Edhe ti thua që ti luftojmë ata ball për ball? Është domosdoshme nëse duam të ecim sërish. Po vidha unë me ju. Mund t'ju ndihmoj nëse dëshironi. Tani! Punë e bukur, Nemo. Me sa duket ta kam një borxh. Jo, tani jemi barazim. Ne fituam, por unë humba një njeri të mirë. Ajo po digjet nga temperatura. Po e marr unë. Bernadette, më dëgjon dot? Duhet të pyesim kapitenin nëse mban ilaçe në Nautilus. Nemon? Në radhë të parë është faji ti që ne jemi këtu. Jo, ky është faji im. Ti kishe të drejtë, Ned. Duhet të ishim arratisur më herët. Tani ajo është smur, sepse unë e mbajta këtu. Pierre! Pierre, ku je?
Bernadette, vajza ime e vogël. Baba, jam këtu! O, babi! Ja, më lërë të shkoj! Nema, më lërë të shkoj! Më lërë të shkoj! Më lërë të shkoj! Bernadette! Kam pushim? Vetëm për më keq. Shko shplodhu pak. Do të kujdesemi ne. Doktor Aronnax, shërbyesi juaj është shumë i sëmur. Shumë. Ky shurup është një zbulim i imi. Është bërë nga bimët e detit të cilat i kam gjetur në thellësitë e Atlantisit. Është një ilaç shumë i fuqishëm, i fundit që kam. Merre. Faleminderit, kapitan. Pierre? Ha? Jam këtu! Këtu! Ja doli! Ja doli mban! Unë dua të shkoj në shtëpi. Do të shkoj me dashur, të premtoj. Unë kam qenë shumë egoist, por sa po të rifitosh fuqitë tua, ne do të përqendrohemi tërësisht te arratisja. Do të bëjmë çdo gjë që nevojitet. Unë e mora veten shumë shpejt, por zbulova se gjatë kohës që isha e sëmur, ne më kishte kapërcyer bregun lindor të Shteteve të Bashkuara. Nëse nuk do të isha e sëmur, mund edhe të ishim arratisur. Një moment u mërzitëm shumë kur u drejtua në lindje, por më pas ai hyri në ujërat e njohura të deteve europiane. Ndjemi dërmuar fare. Më tërës nuk bëhet. Jemi afër brigjeve të Evropës dhe tani po fryn një stuhi Atlantiku. Nuk mund të arratisemi dot kështu. Po ai pse vazhdon akoma të qëndrojë në sipërfaqe? Në këtë situatë mjafton vetëm të zhytet më thellë dhe çdo gjë do të jetë më e qetë. Kapiten Nemo! Kapiten! Çfarë dreqin po bën ai çmenduri aty lart? Ai po sfidon elementet e natyrës, ashtu siç sfidon të gjitha mbi sipërfaqe. Nemo udhëtoi në ujërat e detit verior, pranë Europës, dhe normale, të gjithë ne ndërronim arratisje në këto brigje të sigurta. Jemi sërish larg nga toka, por unë them ta bëjmë një provë. Një anije, ja dallon dot flamurin? Nuk ka erë. Nuk ja dalloj dot ngjyrat, por është një anije lufte. Është disa milje larg, por po vjen drejt nesh. Nuk më bëhet vonë se kuj shteti i përket. Unë do të notoj tek ajo nëse nevojitet. Këtej! Këtej! Ata po na qellojnë ne! Po ofrohen shumë gjylet! Por të paktën duhet të kenë dylbi që të shohin që jemi njerëz. Do shta prandaj po na qellojnë. Sigurisht, kur ne u hodhëm nga anija e kapiten Farragutit, ai duhet të ketë shpërndar lajmin për atë që pa. Atëherë, ata po na quajnë neve. Jo ne, Natiliusin. Dhe nuk kemi asnjë mundësi që t'i paralajmërojmë. Jo, nuk do t'i paralajmërojmë. Unë e di se nga cili vend i mallkuar vjen kjo anije. Ata janë armiqtë e lirisë.
Por në det, unë jam ligji. Unë jam drejtësia. Dhe unë do t'i jap atyre drejtësinë që meritojnë. Tani futuni brenda! Po kë urren kaq shumë ai? Dhe pse? E shoh akuzën në sytë tuaj. Ju mendoni se jam një përbindësh që sillet kështu, por ata janë përbindshëm. Kjo ishte familja ime. Ania që shkatërrova ishe ati vëndit të mallkuar që më mori familjen time. Ata që doja më shumë. Gruan, fëmijët, prindrit, të gjithë u zhdukën për para syve të mi. Bile, ata morën edhe vëndin tim, e shkretuan dhe sklavëruan popullin tim. Tani unë jam askushi. Unë jam Nemo. Të gjithë marinat e botës do të jenë në shtegun e luftës mbas këtij sulmi. Por ata e sulmuan atë. E kush ngeli gjallë që të na tregojë ne të vërtetën? Ne duhet të zbresim nga kjo anije përpara se Nemo të na varros të gjithëve. Dukesh e shqetësuar për drejtimin ton aktual. Jam më tepër se e shqetësuar, Xhaxha. Ku ka shkuar Nedi? Ai ka shkuar në platformë për të hedhur një sy. Unë pa shtok. Nuk ka rëndësi se cili vend është. Ne duhet ta ratisimi sonte. Pierin lodhi bashkë të gjitha shënimet e udhëtimit ton. Ne kishim përshkuar rreth 20.000 lega, për afërsisht 60.000 milje. Nuk më mbante më vendi, mezi prisja të largohesha. Dhe njëkohësisht isha shumë e mërzitur për këtë. Nadia ime i adhuronte perlat. Gruaja... Gruaja juaj? Vajza ime. Ajo ishte plot gjallëri, si ty. Ti më kujton atë. Si do të ishte ajo? Por unë... Cili është emri juaj i vërtet e dashur? Hej, unë jam një djalë i madh dhe i fortë. Unë jam Bernadetta. Keni shumë kohë që e dini këtë? Që prej momentit të parë që folët në dhomën e ngrënies. Gjatë gjithë kohës? Unë nuk e njehem kollaj. Miqtë tu ndiheshin mirë me sekretin tuaj, kështu që edhe unë e mbajta. Këtu do të jeni e sigurt, e mbrojtur. Kapiten, ju jeni sjellë shumë mirë me mua. Ju më keni shpëtuar jetën. Por ju lutem që ta braktisni nevojën tuaj për këtë hakmarrje të pakuptimt. Ajo nuk do t'ja u kthej asnjëherë familjen. Asgjë s'ka mbetur më për mua. Asgjë. Më lërë të gjetë. Çfarë? Nemo, ai është akoma në sallon. Muzika do të mbuloj zhurmat tona. Shkojmë shpejt. Njaft. Njaft. Oh! 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 Asgjë nuk në ndalon tani. Çfarë treqim po ndodh?
Ai e ka lënë anijen të sorollatet. Kemi ngecur në vorbullën e Lofotenit. Nuk mund t'ja dalim dot këtu! Bahuni! Pierre! Pierre! Jemi këtu! Ajo po fundoset! Mos, jo! Dhe ajo ishte pamja e fundit e kapitenit Nemo dhe anijes së tij fantastike, Nautilusit. Një anije peshkimi na shpëtoi të nesërmen. Babai im solli anijen e tij deri në Norvegji për të na kthyer në shtëpi. Dhe më pas i prezantova babait tim Pierin, të fejuarin tim. Si kapiteni i anijes, babai im mund të kryente martesa, kështu që u martuam unë dhe Pieri. Ishte martesa më perfekte që do të mund të imagjinoja ndonjëherë. Nedi e la fushnjan. Dhe ja dedikoi veten e tij për kujdesis ndaj kafshëve në kopshtin zoologjik. Xhaxha Konsejli u bë kuratori i muzeut. Ne menduam se ishte fundi i kapitenit të përvuajtur Nemo. Derisa një ditë Pako për doktorin dhe zonjën Aronnax. Ha? Kush mund ta ke dërguar vallë? hape pra. Oh, Pierre. Dhe ky ishte mesazhi i vetëm që morëm nga miku ynë misterioz. Shpresuam që ai të ketë gjetur paqe. Një ditë kur unë isha plakur, ndërsa Pieri dhe Konsejli kishin shkuar, e dija se çfarë duhet të bëja. Ajo e erdhi nga deti. Dhe sigurisht që i përket detit. Prandaj po e kthej pas, së bashku me këtë histori fantastike, çdo fjalë së cilës është nëse e vërtet. Është e firmosur, Bernadette Aronnax. Se histori e bukur, ë? Atëherë kjo do të thot, wow, shiko brenda kutis. O, zoti madh! Perla e Nemos, do të bëhemi të pasur. Mos më thuaj që i beson këto budalliqe. Vë bas që është falco. Mos u bëj budalla, sigurisht që është e vërtet. Do t'ja dhurojmë ndonjë muzeu dhe historia e Bernadettes do të jetoj për gjithmonë.